normal që ka të bëjë me disa lojtarë me të vërtetë shumë kualitativ. Po ja që ata kanë kohëve të fundit nuk kanë pas, nuk i kemi pas skuadrën e kompletume dhe nuk ende nuk e dim se si të përshtaten ata kështu 100% në roster, domethënë të kompletuar. Kështu që sa i përket kualitetit kemi të bëjmë me dy lojtarë shumë kualitativ. Hezbruku që është një prej lojtarëve që ka që është dëshmuar në shumë liga evropiane, vjen për ligës Spanjës, domethënë për ligës të Meksikës, dhe shumë liga të forta të cilët me të vërtetë ka lojra shumë të mira dhe gjithashtu ka eksperiencë shumë të madhe, është me të vërtetë një profesionist shumë i madh. Gjithashtu edhe vjen për një ligë shumë të fortë siç është liga e Izraelit, gjithashtu ka edhe vitin e kaluar ka disa statistika shumë impresionante në ligën e Suedisë. Kështu që kemi të bëjmë me lojtar kualitativ, a do të përshtaten në skuadrën tonë apo jo, ajo është diçka tjetër, po besoj shumë që rosterin e kemi të mjaftueshëm që ata me fut brenda neve edhe me tregu, edhe me na ndihmu lojra sa më të mira që është më.